Do të shohim tani edhe ecurinë e tregut të brendshëm valutor, ku dollari vjon qëndrueshmëri në raport me lekun, ndërsa në anën tjetër euro ka humbur edhe 200 darka mesatarisht duke zbritur në nivelin më të ulët historik dhe në këtë mënyrë i ka dhënë fund një tendence ose një përpjekje më saktë për të rritur në raport me lekun në tregun e brendshëm. Dhe kjo rënje e euros vjen muajin tetor, në fund muajit tetor, kur supozohet që fluksi i monedhës europiane në ekonominë tonë të jetë nivele më të ulta, sepse numri turistëve përjedhoi është më i ulët, por kjo nuk po ndodh gjatë 2025-s. Sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98, në mëngjesin e sotëm dollari blihet me 82.7, shitet me 83.7 lek, ndërkohë euro blihet me 96.3, shitet me 97.1 lek, duke humbur mesatarisht 200 darka krahasuar me ditën e djeshme. Franga zvicerane blihet me 103.7, shitet me 104.9 lek. Kjo monedhë ka humbur 300 darka krahasuar me vlerat që pam ditën e djeshme. Paundi britanik gjithashtu është në rënje, përballë monedhës sonë blihet me 110.2, shitet me 111.4 lek. Dollari kanadez blihet me 59 dhe shitet me 60.4 lek, ndërsa në ecurinë e dollarit australian kjo monedhë blihet me 53.5, shitet me 54.5 lek. Jeni japonez blihet me 0.54, shitet me 0.56 lek, ndërkohë lira turke blihet me 1.94 dhe shitet me 2.04 lek. Dhe jeni japonez, juani kinez blihet me 10.94, shitet me 11.85 lek në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm. Për gjatë ditëve të kaluara ka pasur zhvillime, por edhe shpresa për sa i përket zgjidhjes së konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës fillimisht, por edhe konfliktit tregtar mes dy ekonomive më të mëdha të botës, Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Ditën e djeshme pati disa zhvillime jo shumë optimiste për sa i përket konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, sepse pavarësisht se u deklaruar që do të ketë një takim në javët në vijim midis Donald Trump dhe Vladimir Putin, data nuk është përcaktuar ende, madje edhe negociatat për të organizuar një takim midis dy presidentëve, të paktën për momentin janë të pezulluara. Ndërkohë, ka pasur disi sinjale pozitive në lidhje me konfliktin tregtar mes dy ekonomive më të mëdha në botë, Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se do të angazhohet për një marrëveshje të drejtë tregtare me qeverinë kineze gjatë takimit që ai do të zhvillojë në javët në vijim, me shumë mundësi javën e ardhshme me presidentin e Kinës Xi Jinping. Fillimisht u tha që takimi do të zhvillohej në Korenë e Jugut, por me shumë mundësi do të zhvillohet në Malajzi. Për sa i përket tregut monetar, ditën e djeshme dollari pati sërish në tendencë në rritje edhe për shkak sinjaleve se mund kemi një rihapje të qeverisë federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa sot ndryshimet janë minimale, sepse investitorët po presin detaje nga këto zhvillime që përmendëm përpara se ndërmarrin më tepër risk. Aktualisht euro është në rritje të lehtë me 0.03% në raport me dollarin, këmbehet shumë pranë nivelit mesatar të 1.16 në raport me monedhën e gjelbër. 2 javët e fundit kanë qenë negative për monedhën europiane, edhe për faktin se Franca u fut në një krizë politike që dëmtoi në mënyrë të veçantë monedhën europiane, duke rënë nga niveli më i lartë në thuajse 4 vite prej mbi 1.1750 dollar amerikan. Paundi britanik është në rënje me 0.34%, realizon humbjet më të mëdha në raport me dollarin, këmbehet me 1.3321 dollar në raport me frangën. Dollari është i pandryshuar, këmbehet me 0.7961 franga dollari australian, është rritur me 0.18%, këmbehet me 0.6499 dollar amerikan. Dollari kanadez është në rritje me 0.11% të vlerës, këmbehet me 0.7139 dollar amerikan, dhe në raport me jenin, dollari është në rënje me 0.08%, këmbehet me 151.81 jen mesatarisht. Ndërsa në tregun e kriptomonedhave, pas rritjes në sesionin e kaluar, sot vjet re një tendencë në rënje, madje në rënje të konsiderueshme, sikurse mund ta shohim Bitcoin ka humbur 2.69% të vlerës, sepse ditën e sotme një pjesë e mirë e fondeve nga tregu i kriptomonedhave
kanë shkuar sërish tek tregu i metaleve të çmuara. Bitcoin ka humbur 2.69% të vlerës kvotohet në $107.938.7. Ethereum në rënje me 2.53% kvotohet në $3.859.69, ndërkohë Ripple ka rënë me 2.99% të vlerës kvotohet në $2.4034. Litecoin ka humbur 3.25%, mesatarisht të mbet me $92.64 dhe Bitcoin Cash është në rënje me 2.88% të vlerës kvotohet në $477.4 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë në ecurinë e tregut të naftës benchmarkët kryesor po publikojnë fitime për të dytin sesion me radhë gjatë sesionit të sotëm dhe janë mbështetur nga rreziqet që kanë të bëjnë me furnizimin e tregut, por në anën tjetër ka shpresa se do të ketë një marrëveshje tregtare mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse do të ketë një marrëveshje të favorshme, atëherë çmimet e naftës mund të bien ndjeshëm në sesionet që do të pasojnë takimin mes Donald Trump dhe Xi Jinping. Njëkohësisht, një tjetër arsye që ka mbështetur çmimet e naftës ishte edhe njoftimi i autoriteteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët thanë se do të blejnë sasi të konsiderueshme të naftës për të mbushur rezervat strategjike dhe bëhet fjalë për rreth 1 milion fuqi naftë për të mbushur rezervat strategjike të naftës në mënyrë që pastaj në vijim nëpërmjet operacioneve të ndryshme të mund ndikojnë në ecurinë e çmimeve. Në këtë mënyrë nafta është rimëkëmbur nga niveli më i ulët në 5 muajt e fundit të regjistruar ditën e premte, por gjithashtu edhe ditën e hënë të kësaj jave. Aktualisht nafta Brent e Londrës ka fituar 1.66% të vlerës dhe tregtohet në $62.34 për fuqi, duke vritur me rreth $2 vetëm në 2 sesionet e fundit, dje dhe sot. Nafta bruto amerikane është në rritje me 1.75%, tregtohet në $58.24 dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 0.95% të vlerës dhe kvotohet në $651.63 për ton. Ndërkohë në tregun e metaleve të çmuara, ditën e dieshme ari humbi mbi 4% të vlerës, duke zbritur shumë pranë nivelit të $4.000 dhe në këtë mënyrë u troq nga niveli më i lartë në histori, prej $4.381 të regjistruar ditën e hënë në fillim të kësaj jave. Gjithsesi, në sesionin e sotëm, metali i verdh ka rikuperuar një pjesë të humbjeve që realizoi në sesionin e kaluar. Arsyeja kryesore e rënies ditën e dieshme ishte se investitorët troqën fitimet pikërisht për shkak të çmimeve shumë të larta që regjistroi metali i verdh në sesionin e ditës së martë, por gjithashtu edhe në sesionin amerikan të ditës së hënë. Aktualisht, ari ka fituar 1.06% të vlerës kvotohet në $4.152.8 për onzë, rreth $180 larg nivelit më të lartë në histori të regjistruar në fillim të javës. Argjendi në rritje me 1.28% të vlerës kvotohet në $28.32 për onzë. Edhe argjendi në sesionin e kaluar humbi mbi 5% të vlerës nga rreth $52, zbriti pranë nivelit të $27. Ndërkohë platini është rritur me 0.61% dhe kvotohet në $1528.6 për onzë. Për sa i përket ecurisë, edhe në fokus e investitorëve të tregut të metaleve të çmuara, do të jetë takimi midis dy presidentëve të dy ekonomive më të mëdha të botës, Donald Trump dhe Xi Jinping, por njëkohësisht investitorët presin edhe takimin e javës së ardhshme të Rezervës Federale, e cila me shumë mundësi do të ulë normën bazë të interesit dhe një veprim i tillë nga Banka Qendrore, nëse do ndodh, mund të ofrojë një mbështetje për metalet e çmuara, sepse investitorët supozohet që kur normat e interesit janë të ulta, fitimi është më i ulët dhe i transferojnë fondet e tyre nga bonot, obligacionet drejt metaleve të çmuara, në mënyrë veçantë tek metali i verdh. Ndërkohë në tregun e aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian po qëndrojnë në territor negativ në sesionin e sotëm, vetëm FTSE 100 i Londrës është rritur lehtë me 0.5%, të gjitha indekset e tjera janë në rënje. DAX i Gjermanisë dhe CAC 40 i Parisit kanë humbur 0.2 dhe 0.71%, indeksi i Zyriut SMI dhe FTSE MIB Milanos gjithashtu kanë rënë me 0.44 dhe 0.51% të vlerës dhe investitorët në kontinentin evropian nuk dëshirojnë ndërmarrjen rrezik përpara se të mësojnë më tepër
se çfarë do ndodh në lidhje me një takim të mundshëm mes Donald Trump dhe Vladimir Putin, por edhe mes Donald Trump dhe Xi Jinping, sepse pavarësisht angazhimeve, pavarësisht deklaratave, ende nuk ka një datë të saktë se kur do të zhvillohen këto takime. Njëkohësisht fokusi i mesatorëve ka qenë i përqendruar edhe te korporatat dhe ditën e djeshme ishte Banka Italiane Unicredit, e cila publikoi fitimet 3 mujore, të cilat rezultuan më lart se parashikimet e analistëve, madje këto dhëna publikuan vetëm pak momente më parë në mëngjesin e sotëm dhe fitimet neto të Unicredit rezultuan në nivelin e 2.6 miliard eurove në 3 mujorin e 3 të 2025-s. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë të 3 indeksave kryesore në Wall Street, mbyllja në sesionin e kaluar, ndryshimi ka qenë minimal për njëjtën arsye, investitorët nuk dëshirojnë ndërmarrjen rrezik përpara se të mësojnë më tepër mbi gjeopolitikën. Dow Jones është rritur me 0.47%, Standard & Poor's 500 ka rënë me 0.16% dhe Nasdaq është është mbyllur i pandryshuar në sesionin e kaluar. Do të shohim shkurtimisht edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani. Edhe sot sektori industrial kryeson fitimet. Rheinmetall ka fituar 2.84% të vlerës, Siemens Energy, Covestro, MTU dhe Vonovia janë rritur nga 0.61 deri në 1.13%. Dhe në kompanitë që realizojnë humbje, rënja kryesohet nga sektori bankar, por njëkohësisht edhe ai automobilistik, për shkak të paqartësive në lidhje me tarifat që po vendosen nga shtëpia e bardhë. Presim tabelën për të parë edhe kompanitë të cilat realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit. Adidas ka rënë me 5.24%, Infineon, Beiersdorf, Saab dhe Mercedes-Benz janë në rënje nga 1.13 deri në 2.7% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.